përshëndetje një dashit, ja ku jemi pas një jave, që akoma se kemi marrë vetëm, po që nejse, ja ku jemi vëra përsëri, në parashikimet e javës për shenjën tuaj si gjithmonë, parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, informojeni se ku të bëni kujdes, cilat janë datat që ju favorizojnë, cilat jo, dhe çdo gjë është e qartë atje. Tani për parashikime në privat, në të detajuara, bazuar në detaje tamam siç duhet, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Fillojmë direkt me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Nesër java, nuk më bën çudi që po e shikoj këtë letër, do të thotë mbyllen. Mund të mbarojnë hallet për shembull. Nesër mbyll një halle që ka lidhje me një situatë ose me një periudhë 13 vjeçare të jetës tuaj, ose pse jo dhe 3 vjeçare për disa prej jush. Ku ju në fund, shoqëro Zot e hiqni qafën, mbaron aty, mbyllet me çfarëdo peripecie keni kaluar në këto 13 vite, mund të jetë çfarëdo gjëje. Mund të jetë që nga një marrëdhënie që nuk funksionon, që nga një bashkëpunim që nuk eci, që nga një vend pune që nuk ishte çfarë t'ju ofronte më, që nga një shpërngulje që mund ta bëni me banesë, çfarëdo gjë qoftë është thjesht një situatë që mbaron aty, mbyllet aty. Tani nëse do dëgjoni dhe do merrni lajmin e keq se dikush u largua dhe nga jeta, nuk do jetë mund të them prej këtej në vazhdim, atëherë pavarësisht se sa mund të trishtoheni, kuptoni që ishte një person i cili ka vuajtur shumë dhe po shpëton edhe ai me këtë që shpundon. Atëherë për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë për t'ja dedikuar të tjerëve në çfarë dhe ç'mënyrë, kujdeseni për të tjerët, për nevojat e të tjerëve, kushdo që ka nevojë për ndihmën tuaj, e sigurt që nuk do ja kurseni, por mund të jetë edhe pikërisht kjo dita ku sigurisht që ofroni ndihmën tuaj, por pa e ditur se kë po ndihmoni, mund të shpërbleni 10 fish. Domethënë bëni mirë sepse ajo e mira që do bëni ju kthehet 10 fish. Përveç faktit se kujdeseni për të tjerë dhe për çdo që mund të ketë nevojë për ndihmën tuaj, mos harroni që edhe ju keni nevojë për kujdesje dhe ju keni nevojë për interesin ndaj të tjerëve. Domethënë mirë do ishte që edhe për veten tuaj të bëni diçka ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është ditë shumë e bukur dhe favorizon shumë çfarëdo gjë ka të bëjë me jetën sociale, domethënë me kontaktet, me njohjet, me një dashuri të re që mund të nisi tani, me një marrëdhënie që i ka ardhur momenti të kalojë në një etapë më tej, siç do mund ishte një fejes, pra të vendosni për një fejes, një bashkëjetesë. Bashkëpunimet janë shumë të rëndësishme dhe sidomos për ju që jeni në botën e sipërmarrjes, të artit, të spektaklit, pse jo, diçka shumë të bukur po sillet, diçka shumë e bukur po krijohet, dhe në përgjithësi le të themi që e mërkura ju jep mundësinë për të sjellë një ndryshim shumë të madh në jetën tuaj, i cili do të qëndrojë goxha gjatë. A ka përfitim ekonomiko-financiar këtu? Ka shumë thamë, kjo është vetëm një gjë e sigurt, por ju të gjithë që punën e keni të bazuar në klientel, besomuni, ka një vëshim klientele prej këtej në vazhdim, dhe po, ka edhe të ardhura. Si pasojë e kësaj gjës ka edhe të ardhura. Por ju të gjithë që keni pas probleme me shëndetin, shqyro Zot ju del çdo gjë mirë edhe bukur. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte fokusohemi tek prona, fokusohemi tek familja, fokusohemi tek çfarëdo gjë ka të bëjë me shpërngulje, lëvizje, blerje, shitje një banese, shfrytëzimi e një objekti që kemi, për më tepër përfitime ekonomiko-financiare, por që çdo tjetër është një ditë që ja dedikojmë këtyre çështjeve. Tash, për sa i përket shëndetit, shqyro Zot gjërat ecin mirë, domethënë aty jeni duke u stabilizuar nëse gjithmonë keni pas probleme, kështu si puna ime. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku vetë e shikoni që ka ardhur momenti që çfarëdo gjëje nuk ju shërben më, çfarëdo gjëje nuk kthehet më në jetën tuaj, çfarëdo gjë i ka ardhur fundi, ta lejti ki njëre për gjithmonë edhe mos ta vrisni më mendjen. Domethënë do të kuptoni se për çdo gjë që e keni mbajtur peng, fiksim në kokën tuaj, një person, një vend pune, një realizim të caktuar që mbase nuk ishte dhe fati juaj, duke e lënë këtë gjë të ikit, të largohet, domethënë duke e hequr qafë këtë mendim, duke se shpëtoni edhe veten tuaj. Domethënë është ditë çlirimi, është dita që bëni paqe me veten, është dita që jeni të pavarur prej mendimeve, personave dhe situatave. Me thënë merrni përsëri kontrollin e jetës tuaj në duart tuaja ditën e
premte, por që kryesorja ishte një dorë nga diçka e cila nuk mund të realizohet më dhe që thjesht ju ishte bërë një fiksim në tru. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë ku bëni kujdes me marrëdhëniet tuaja, dikush po mundohet të ju prishi punë, nuk po them se me se s'bëndoja dali, por që s'do ishte të ekziston kjo tendenca që dikush të hyjë në mes. Ndaj edhe mundoni të mbroni marrëdhëniet tuaja. Sidomos nëse vini re diçka që nuk shkon, jeni pak më vigjilencë, si të thua, mbroni interesat tuaja, domos përsa i përket marrëdhënieve tuaja në çift. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është ajo dita ku sikur se thash, kjo është e gjitha një javë që ndihmon që në fillimet e veta të mbyllni çështjet e së kaluarës dhe të shpërbleheni me gjëra të reja. Dhe po dita e diel jep fund fare, domethënë mbyllet kapitulli njëra për gjithmonë, mbaron çfarëdo gjëje ju lidhet me të kaluarën, toksike, vështirë, manipulative, e merat, bllokes qoftë nëse ka qenë, dhe gjithçka vjen e re prej këtej në vazhdim në jetën tuaj. Pra, kështu nis java, kështu edhe mbyllet për ju, po që besomëni ka filluar një periudhë e cila me të vërtet është shumë në favorin tuaj. Ta shikoni pas të dielës këtë gjë. E shikoni dhe brenda javës, aty nga e mërkura, por do shikoni që sa më shumë të kalojmë aty nga fundi muajit, aq më mirë do ju ecin edhe gjërat. Kështu pra. Përshëndetje një demit, ja ku jemi këtu përsëri pas një jave, përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj, ndërkohë që parashikimet e muajit për Ajsandeti, prej këtej në vazhdim, i gjeni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle si gjithmonë. Tani për parashikimet detajuara, si përsa i përket astrologjisë edhe përsa i përket letrave tarot, nuk hezitoni të më kontaktoni, të më shkruani më saktë në numrin WhatsApp 069 640 2290. Aty keni mundësi të rezervoni takimin tuaj dhe të informojni rreth gjithçka ju duhet të dini në lidhje me të. Atëherë, nisim direkt me ditën e hënë, është një ditë e cila ju lof, domethënë është e lodhshme sepse është e njëjta rutinë, janë të njëjta gjëra që keni parë çdo ditë, dhe ju ka ardhur në maj të hundës. E kam thënë në parashikimet e muajit, për këtë muaj, po u a them edhe këtu ku jemi tani, nesër do të mendoni seriozisht, të pak do e mendoni, pa e vendosur akoma, se ka ardhur momenti të ndryshoni karrierën tuaj, ose të ndryshoni punën të cilën bëni. Domethënë jeni lodhur, jeni strapacuar, nuk mundeni më në këto kushte, ose do përmirësoni kushtet në cilat punoni, ose do ndryshoni ambient pune, ose do ndryshoni komplet fushën me të cilën jeni angazhuar deri më tani. Por një situatë problematike që e keni në shtëpi ose në marrëdhënien tuaj, vlej po të njëjtat mendime, do mendoni seriozisht se ka momenti për ndryshim dhe se nuk mund të vazhdoni më në këto kushte që jetoni dhe punoni, sepse fundja po arrini të sëmuni veten tuaj. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë manipulimi dhe do kujdes se çfarë ju thuhet, kujdes se çfarë ju premtohet, jo çdo gjë që ju thuhet do mbahet si premtim deri në fund. Kujdes dhe ju se çfarë thoni apo premtoni, sepse ka shumë gjasa që edhe ju të mos arrini dot të mbani fjalën dhe pastaj të dilni si gënjeshtar mashtrues e me radhë. Pra dita e martë do shumë kujdes. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e vendimarrjeve të mëdha. E para një që ditën e mërkurë mbyllen çështje që kanë kohë që ju kanë lodhur, ju kanë trysnuar, që kanë të bëjnë dhe me marrëdhëniet tuaja në çift, që kanë të bëjnë edhe me çështje ligjore gjyqësore për ju që i keni, që kanë të bëjnë dhe me çështje thjesht shtetërore, domethënë se thosh burokratike, zyrash, por që mbyllen këtu, si ta thuash për çfarëdo gjë jeni përpjekur dhe nuk ja dolët dot, për çfarëdo gjë jeni munduar dhe sado që munduat nuk doli ndonjë gjë, mbaron këtu situata, mbyllet këtu çdo gjë, jepet ultimatumi dhe vazhdohet mëtej. Ajo çka është e rëndësishme për t'u theksuar përsa i përket ditës së mërkurë është që çfarëdo lloj çështje që mbyllet brenda kësaj dite, mbaron aty. Domethënë nuk hapet më asnjë gjë, nuk do ta shikoni më këtë gjë në jetën tuaj. Për të gjithë juve që, sepse nuk është çdo gjë negative, ka dhe pozitive këtu, për të gjithë juve që jeni në pritje të një përgjigjeje të rëndësishme zyrash, duket se kjo vjen në favorin tuaj dhe prapë këtu mbyllet një cikël pritjesh të gjatë të një përgjigjeje që ju lofte dhe më në fundja ku e keni. Përsa i përket çështjeve shëndetësore, prapë marrim lajme të cilat janë të rëndësishme, por nuk mund të përjashtoj edhe mundësinë e një hospitalizimi në mënyrë që të zgjidhet kjo çështja juaj shëndetësore, por që zgjidhje ka. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që ju tregon shumë qartë përmes bisedave që do të bëni, mendimeve që do të keni, një situatë që do të trajtoni, se zgjidhje ka. Do të thënë, është një situatë e zgjidhshme, është një situatë që ka
ka vazhdimsi, domethënë ecin gjërat, shkojnë drejt realizimit të tyre, vetëm se afati që duhet respektuar që kjo gjë të jetë e mundur dhe e realizuar është diku te 2 muaj e gjysmë. Pra, gjërat për të cilat do diskutoni ditën e ejte ka këtë lloj natyre, domethënë po janë të arira, janë 100% të realizueshme, por do ju duhet kaq kohë që ta shikoni rezultatin ashtu siç duhet, tamam, sepse varet për çfarë do diskutoni. Për shembull, mbas jeni duke lëvizur ose kërkoni një transferim pune, do ju duhet, është e mundur, por do ju duhet të prisni kaq kohë. Kërkoni të blini një banesë, bleni një tagjë, kërkoni të çfarë do që kërkoni, domethënë ka këtë afat kohor brenda vetes së vet. Kështu që duhet ta respektoni atë gjë. Përse i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita që do ju thosha mos u nxitoni të merrni vendime të rëndësishme, të zgjidhni një objektiv të caktuar. Pse? Sepse mund të gaboni, por që do gaboni. Në ç'kuptim? Zgjidhni diçka, sepse hajde mos e kjo mu dha tani më ofrua dhe po zgjedh këtë mundësi që më ofrua, por do shikoni që pak më vonë, domethënë si të vendosi fati në kurth. Për një farë arsye, domethënë të teston durimin nuk ke, zgjedh atë që të dele para për para, çfarë do mundësi e qoftë, dhe gabon, pse? Sepse pak më tutje, duket që vjen një mundësi më e mirë akoma, por nëse pranoni këtë tani, që po ju them mos e bëni, do ngecni dhe nuk do keni mundësi pastaj për të ndryshuar më mendje. Kështu që brenda kësaj jave dhe sidomos këtë ditën e premte, mirë do të ishte të evitoni zgjedhjet e rëndësishme të mëdha jetike. Nuk flasim për gjëra të vogla, por flasim për gjëra të mëdha. Prisni dhe pak, mos u nxitoni. Përsa i përket ditës së shtunë, ende nuk dihet çfarë po bëhet me një marrëdhënie në çift, nuk më duket se jeni shumë të qartë se çfarë po ndodh me këtë. Po flas për ju që sapo keni nisur diçka të re, keni pak kohë dhe nuk jeni të kënaqur tamam me aty se ku drejtimi i kësaj gjëje po çon. Domethënë keni akoma ato pikpyetjet tuaja, ditën e shtunë, më falni, këto pikpyetje duket se janë më të mëdha akoma, kështu që ende nuk duket e qartë se ku po shkoni me këtë marrëdhënien tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel si ditë e diel që është, shkoni, udhëtoni nëse doni, është pra ditë që favorizon edhe udhëtimet, por është edhe ditë që udhëtimet në çift e ka fjalën më tepër, por është edhe ditë që favorizon martesat, jo tuaje, por të dikujt tjetër. Pra është një ditë në të cilën ose do udhëtoni me partnerin tuaj, varet se keni zgjedhur ta kaloni, ose do merrni pjesë në një dasëm, por që nuk do dilni vetëm nga ajo dasëm. Kjo është e bukur. Domethënë mund të jeni të ftuar diku, në dasmën e dikujt, ju qeni vetëm me ka fjalën, dhe aty të gjeni gjysmën tuaj tjetër. Kjo është më e bukur. Ne ta shikojmë se si do vej. Përshëndetje shenjë binjakëve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Bë vërtet një javë mungesë, por që çfarë ti bëjmë? Gjë gjallë jemi apo jo. Kështu që ja ku jemi përsëri pra, parashikimet e muajit i keni në YouTube në dispozicionin tuaj, shkoni, dëgjojeni, informohuni për parashikime më të detajuara, si përsa i përket astrologjisë, po dhe përsa i përket letrave tarot, mund të më kontaktoni, të më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Aty informojeni gjëra gjatë se si funksionon dhe se si duhet të veproni. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, ditë fati dita e hënë për ju, ç'është e vërteta, dita e nesërme është një ditë që përsa i përket ekonomisë dhe financave, do ketë shumë humbje dhe sidomos shenjat fikse. Por, me sa duket, duke qenë se kemi afërditën në Dem dhe krijon një aspekt jo fort të mirë me Plutonin në shenjën e Ujorit, po Plutonin në shenjën e Ujorit juve ju favorizon me thënë të drejtën, këtu nga një lëvizje ndoshta budallëk që do bëni, por juve që më tepër luani e provokoni fatin, duke se do dalë diçka e mirë. Me thënë këtu fitoni diçka pa pritur, pa pandehur, do me thënë do jeti budallëk total, është të fitosh diçka kot pa lidhje, por që është fati juaj dhe shumë mirë ju ecën nesër dita, do me thënë. Sidomos përsa i përket financat. Okej, tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë kujdes, është komplet e kundërta e ditës së hënë. Domethënë po flasim tani janë ditë të shkëputura, dita e hënë favorizon financat, një fitim i cili vjen kështu pa u lodhur fare, pa e pasur mendjen fare. Përsa i përket ditës së martë, bëjmë kujdes me manipulime. Bëjmë kujdes me manipulime mendore, bëjmë kujdes me manipulime dhe përsa i përket dashurisë, dhe përsa i përket lojrat e pushtetit, të forcës, për shumë i fortë në një marrëdhënie. Kuptoni se jeta juaj nuk është tamam në
në drejtimin tuaj, do me thënë nuk e keni ju drejtimin e jetës tuaj, të ëndrave tuaja, të asaj gjë që doni të arrini. Dikush tjetër e ka të lloj të drejtë dhe ju jeni të detyruar t'i bindeni dëshirave të tjerëve. Tani këtu në qoftë se e kuptuat lojën deri më tani, keni dhe shumë mundësi të shkëputeni nga loja dhe ta merrni ju përsëri kontrollin e jetës tuaj. Megjithatë, kjo gjë varet totalisht nga ju. Pikë së pari duhet të pranoni që kjo gjë ekziston, që jeni viktima të kësaj gjëje. Dhe nëse vërtet e keni kuptuar, atëherë keni dhe mundësi të lëvizni më tej edhe të sillni ndryshimin në jetën tuaj. Për sa i përket ditës së mërkurë, çfarë do problemi që keni pas me financat, dashurinë, jetën tuaj, shëndetin, çfarë do problematike dhe problemi mund të ketë dalë gjatë kohëve, muajve të mëparshëm, këtu çdo gjë fillon dhe rregullohet, përmirësohet, jepen premtime të cilat mbahen kësaj here, është moment lumturie, stabiliteti dhe për sa i përket financave dhe për sa i përket dashurisë dhe për sa i përket jetës në përgjithësi prej këtej në vazhdim. Ato probleme që keni kaluar si çift nuk do i kaloni më. Ato probleme shëndetësore që keni kaluar nuk do të shfaqen më. Është një ditë e bukur ndihmëse që ju vjen juve nga të tjerët, por që edhe ju mund t'u ofroni të tjerëve. Sidoqë të jetë është një ditë shumë e bukur e cila premton jetëgjatësi dhe faktin që kemi korrigjime të situatave dhe problematikave që keni pas në të fusha që ju shpjegova. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që për çfarë do gjë ka të bëjë me biznesin, çfarë do gjë ka të bëjë me një mbështetje që kërkoni nga individi fuqishëm, çfarë do gjë ka të bëjë me një kredi që doni ta merrni, apo me një në përgjithësi, si të thua, shëndime ekonomiko-financiare që vjen nga një burim i fuqishëm, atëherë kjo gjë është më se e mundur, ju ecën shumë mirë çdo gjë, por edhe për ju që jeni sipërmarrës të lirë apo keni investuar diku, duket se do të keni fitime, domethënë do të merrni mbrapsht ato çka janë fitimet tuaja nga ajo punë që keni bërë. E njëjtja. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që ju gjen vërtet të lodhur, jeni të lodhur, pavarësisht këtyre arritjeve që po ju them që i keni, pavarësisht fatit që ju do dhe ju sjell gjëra të bukura, jeni të lodhur dhe pikërisht këtu ndryshon fati, sikurse po ju thosha, nga të katërta pikat e horizontit, po, domethënë është ai moment që temi filni gjumju se fati punon për ju. Në pikërisht në momentin kaq të lodhshëm të jetës tuaj, fati është në favorin tuaj, sjell diçka me të vërtet të rëndësishme që duhet shfrytëzuar. Mos harrojmë më afër datës 11, dita e premte, pra i bie ka ndodhur për nai plot në aksin tuaj binjak shigjetar dhe ju ndihmon që të mbylli më në fund një cikël të vështirë të jetës tuaj me çfarëdo gjëje ky cikël kishte brenda vetes së vet, një marrëdhënie të dështuar, çështje shëndetësore, problematika me miqënien në përgjithësi, domethënë aspektin material të jetës tuaj, ekonomiko-financiar, mbyllet këtu dhe bëni paqe me veten dhe çliroheni dhe më në fund ju pret një ardhmë të paktën më e denjë prej këtij në vazhdim. Për sa i përket ditës shtunë, vazhdoj me po të njëjtën linjë, i fati është me anën tuaj, mund të bisedoni, mund të kërkoni gjëra, nuk ka për të kursyer universi zgjidhjet pozitive. Sidoqë të jetë u thash, fati është me anën tuaj. Përsa i përket ditës së diel, komunikimi është on top, domethënë favorizojnë goxha komunikimi, ju a thash, edhe për sa i përket ditës së shtunë e njëjta gjë, domethënë e premte e shtunë e diel, mund të kërkoni çfarëdo gjë të doni. Komunikimi favorizohet, të përcjellni mesazh, doni të përcjellni ja dilni, të vendosni pika mbi sigurisht ja dilni, doni të falni dikë, okay, kërkoni falje, faleni dhe situata ecën më mirë për ju. Është ditë kompromisi, bëjmë një kompromis dhe vazhdojmë përpara, por të paktën është një kompromis që me sa duket ka për t'ia vlerësuar dhe do japi rezultat. Përshëndetje shenjë nga Forës dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Pas një jave munges nga ana ime, ja ku jemi përsëri, parashikimet e muajit i keni gati, ashtu qal po ja dola tua komunikoja, kështu që i keni gati në YouTube Zodiac Oracle. Përsa i përket pastaj parashikimeve personale të detajuara, si përsa i përket astrologjisë, por edhe përsa i përket leximit të letrave tarot, nuk hezitoni të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe të shohim se çfarë bëhet me këtë javë me ju. Nesër dita duket se ju pret një goxha sukses i madh. Me thënë të drejtën,
dhe bëni mirë që ta shfrytëzoni këtë gjë. Do me thënë, nesër për çfarëdo gjë do diskutoni, ka të bëjë me karrierë, ka të bëjë me jetën personale, një martesë, një bashkëtesë, pse jo, një rritje në detyrë, do kërkoni të drejtën tuaj, dhe me sa duket e gjeni, e merrni, do me thënë, është një ditë që arrini qëllimet tuaja dhe objektivat tuaja maksimale. Më pëlqen kjo pjesë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që ju ndihmon të largoni nga jeta juaj dhe ato pak gjëra negative që ekzistojnë aty brenda. Hija e një personi që s'duhet të jetë më aty, një ndjesi e keqe që e kishit nga një kaluar e dipshme, një problem që e patët po tani përfundoi. Për sa i përket shëndetit, ju jepet mundësia të, ndoshta përmes një ndërhyrje të vogël, pse jo, nuk mund ta përjashtoj këtë gjë, të shëroheni, të rikuperoni mirë. Do me thënë, mund të jetë një ditë e favorshme për të shlyer borxhin nëse i keni, për ta hequr qafë, do me thënë dhe këtë gjë. Pra është një ditë që favorizon çfarëdo gjë që ka të bëjë me psikologjinë tuaj, që do të thotë angazhohem me zgjidhjen e një problemi dhe ja dal, e heq qafën, mbaroj aty, por edhe për sa i përket aspektit fizik të gjërave, konkretisht do me thënë, duket se çdo gjë mbaron, mbyllet aty dhe ju shpëtoni nga çdo gjë që mund të ishte ngërç deri më tani në jetën tuaj. Dhe me financat, kjo është gjë shumë e rëndësishme, sidomos nëse kishit borxhe dikujt, duket se i shlyeni dhe të paktën jeni mirë me këtë pjesë. Do qetësoheni të paktën. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që nuk do të keni shumë qejf të dilni, të takoni njerëz, nuk do të keni shumë qejf në përgjithësi të angazhoheni me shumë gjëra, do të keni më tepër nevojë të uleni dhe të analizoni edhe një herë hapat tuaja, se si keni ardhur deri tani dhe çfarë hapash do të hidhni prej këtej në vazhdim. Është një proces i cili do pak kohë, do të thonë do ju duhet pak kohë të reflektoni, të kuptoni këtë gjë që po ju them, por kur ta merrni vendimin se çfarë doni të realizoni, çfarë doni të bëni prej këtij në vazhdim, fundja kush qëndron dhe kush jo në jetën tuaj, dhe se si ju keni ndërmend të veproni prej këtij në vazhdim, atëherë çdo gjë është e mundur. Pra, keni nevojë për pushim, okay, pushoni, ndajeni mendjen se çfarë doni të realizoni prej këtij në vazhdim dhe pas ta keni ndarë mendjen, besoni çdo gjë është e mundur. Fundja për këtë bëhet fjalë që të mund të ndani mendjen, ta vendosni se çfarë duhet të bëni prej këtij në vazhdim. Por nuk është ditë për të dalë, për të komunikuar shumë, por është ditë qetësie. Për sa i përket ditës së enjte, me bashkëpunëtin tuaj ju qeni femra ju lidh pune, diçka po prisni prej tij, duhet të ishte pozicionuar ky individ që shumë kohë përpara, do të kishte ndarë mendjen se çfarë do bëni, për sa i përket ardhmës tuaj, pra e keni bashkëshortin, diçka po diskutoni të përbashkët për familjen tuaj, për të ardhmen e marrëdhënies tuaj, por ky duket se nuk po pozicionohet siç duhet dhe po ju lodh një çik, domethënë, nuk e di, po ju soset çik durimi. Për sa i përket juve tani që jeni në një lidhje serioze, por që kërkoni diçka më tepër akoma, vlen po e njëjta gjë. Ju jeni meshkuj, ju lutem të shumë ndajeni mendjen, nuk mund të vononi më në vendimarrjet tuaja, do të kuptoni që edhe kaq që keni zgjatur shumë, jepni drejtim situatës përpara se të humbisni një person të rëndësishëm në jetën tuaj. Këtë do ja jap si këshill. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e udhëtimeve të largëta. Domethënë kushdo prej jush do të udhëtoj, do të ikë diku larg, e ka këtë mundësi. Do të jetë pak problematik udhëtimi në fillim, por pastaj çdo gjë duket se shkon mirë, çdo gjë domethënë zgjidhet më së okay dhe destinacioni është ndoshta më mirë nga çka kishit pritur juve të ishte. Favorizohet shumë çfarëdo gjë ka të bëjë me tregtin, çfarëdo gjë ka të bëjë me turizmin, ju që jeni të paktën në këtë fushë, favorizojnë të ardhurat ose të thuash favorizojnë shumë çështje që kanë të bëjnë me shlyerje borxhes dhe njëherë, transaksione të ndryshme, dhe nëse dikush ju ka borxhe dhe juve, domethënë ato të mund t'i merrni mbrapsht. Ajo çka duhet të kuptoni, për sa i përket ditës së premtes, sepse është më gjerë se kaq, këto ishin gjëra të thjeshta që po ju them, gjëra të vogla. Por për sa i përket gjërave të mëdha, bëuni gati për një udhëtim të cilin as nuk e kishit imagjinuar se mund të niste. Udhëtimi ka jo konkretisht udhëtim, por një udhëtim jete, që as nuk ua shkonte në përmendje që mund të ishte ky që do të jetë. Në fillim mund të duket i vështirë, në fillim mund të duket i parealizueshëm ose ç'mundesh mua, por që do shikoni që në fund do dali shumë mirë. Dhe po ka për të pasur edhe shumë fitime dhe përfitime. Tani për të gjithë juve të shenjës tuaj,
gafore, si po mendoni për një shpërngulje, një lëvizje, edhe kjo gjë favorizohet ditën e premte. Përse i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë që ju tregon se ku janë bërë gabimet, ose është një ditë që po ju tregon se ku duhen evituar, cilat gabimet duhen evituar. Është një ditë gjatë të cilës intuita juaj është shumë e theksuar, ndaj edhe mundoni të kapni ato sinjale që kapin të pak në antenat tuaja për të evituar një risk, një gabim, një situatë që nuk është e mirë për ju. Okej, do me thënë, ka diçka në formë rreziku aty që nëse do jeni vigjilent mjaftueshëm, do e evitoni, do arrit ta evitoni. Përsa i përket ditës së diel, po merri lajmin që një person juaj dashur është në pritje të ëmbël, ose merri lajmin se ju vetë jeni në pritje të ëmbël, por që sigurisht janë në dy rastet gëzim është apo jo. Kështu që kështu mbyllet java edhe për ju. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Luani, dhe mirë se më vini këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Tani, nesër java nuk mund ju them se është dita më e bukur e mundshme, kemi një aspekt midis Afërditës edhe Plutonit që nuk mund të them se ju shkon edhe aq mirë, sepse jeni shenjë fikse edhe ju. Mundoni të bëni pak kujdes ditën e nesërme, sidomos juve që keni lidhur në 5 ditët e para të shenjës tuaj, në fakt 3 ditët e para, por që janë planet, është Plutona ai dhe merret, shtohet rrezja çik më tej. Kështu që me pak kujdes dhe lojrat manipulative, edhe çështjen ekonomiko-financiare më tepër me kujdes. Pak do flasim pak më vonë në mënyrë analitike, ta bëj një postim. Atëre, po sido që të jetë këto, mund të shikoni shumë mirë dhe bukur në analizën e muajit për shenjën tuaj në YouTube Zodiac Oracle, për parashikime pastaj të detajuara, shumë mirë mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 290 për të rezervuar takimin tuaj edhe ju. Tani përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është një ditë e cila sjell shqetësimet e veta, apo jo, e tham këtë gjë. Përsa i përket financave, financave pikë së pari, përsa i përket një situate në familje që ndoshta nuk po ecën ashtu sikurse donit, prisnit, shpresonit, përsa i përket karrierës tuaj mund të dalë diçka shqetësuese që do me thënë tjetër gjë prisnit dhe tjetër gjë del. Marrëdhëniet tuaja në çift duan kujdes. Do me thënë duket shumë qartë që nesër dalin probleme, të cilat nuk janë të reja, janë të vjetra. Mendonit se i kishit kaluar, i kishit hedhur prapa krave, por me sa duket akoma nuk kanë kaluar dhe duhet të riangazhoheni me to dita nesër. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë sjell një lajm shumë të bukur, shumë të rëndësishëm që kishit kohë që po e prisnit. Kështu që korrespondenca është shumë e rëndësishme për ju ditën e martë, mund të jetë leja që merrni për të realizuar diçka, mund të jetë një okay në lidhje me një objektiv që doni të arrini, mund të jetë komunikimi që krijohet midis jush dhe një personi që keni kohë që po prisni që të komunikojë me ju, pra çfarëdo gjë që qoftë është thjesht një mesazh i cili është shumë i rëndësishëm për ju dhe ju ndihmon të hidhni hapa prej këtej në vazhdim. Përsa i përket ditës së mërkur, është ditë reflektimi, ku isha dhe ku jam, jeni të kënaqur me rezultatin, nuk mund të them që do ju dalë keq, do me thënë shumë prej jush gjatë këtij reflektimi që do bëni do thoni po, okay, vetja dola, bravo më qoftë, jam shumë i kënaqur me veten, u lodha, u mundova, po ja ku jam. Sido që të jetë nga këtij procesi ama, përveç faktit se shumë mirë dhe vetë kënaqur do të ndiheni, prap ka diçka në ato realizimet tuaja që edhe nuk e keni arritur. Dhe prej këtij në vazhdim, pikërisht në lidhje me këtë gjë do të punoni, pra është një ëndër rinie që nuk është arritur akoma dhe që thjesht do e bëni tani, do e ktheni tani prej këtij në vazhdim në prioritetin tuaj maksimal. Kjo është dita e mërkur, ama dita e mërkur ka dhe diçka tjetër, vjen njoja, jo vetëm e vetes tuaj kundrejt jush, do me thënë që jeni krenar për veten tuaj dhe arritjet tuaja, por dhe të tjerët ju vlerësojnë për ato të gjitha çka keni arritur, pra merrni një vlerësim shumë pozitiv për gjithçka keni arritur deri tani në jetën tuaj personale, profesionale dhe nga të tjerët, dhe kjo gjë ju ndihmon përsa i përket vetbesimit dhe vetvlerësimit, pra ju arrit do ndjeni mirë pra. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku shumë prej jush mund të keni çështje ligjore, gjyqësore tek e cila duhet të merrni pjesë, zgjidhet situata, sido që të jetë, nëse keni një konflikt brenda familjes, do e diskutoni, nëse keni një konflikt në ambientin e punës në njëjta gjë, në qoftë se keni një konflikt si çift, atëherë tham, domethënë,
janë gjëra të cilat diskutohen, analizohen, zgjidhen. Tani nëse jeni në proces divorci, them se kjo do jetë seanca e fundit ose mund të jetë seanca e parë, tani po e nisni. Po që prapë është një proces i cili do fillojë dhe do mbarojë. Si do ishte çështje ligjore gjyqësore, domethënë, janë kryefjala e ditës së njëjtë, por që kanë një trajt pozitive të paktën. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte favorizon shumë çfarëdo gjë ka të bëjë me familjen, çfarëdo gjë ka të bëjë me vendimarrje të rëndësishme në çift, fejesa, martesa, bashkëtesa, ardhja në një fëmijë në jetë, gjëra të bukura. Domethënë dita e premte është një ditë e plot lumturie dhe realizimi. Për të gjithë juve që jeni artista, vjen një realizim shumë i bukur, shumë i madh, shkëlqeni në para projektorëve. Kjo vlen për ju që jeni në botën e spektaklit, kjo vlen për ju që jeni personazhe publik ose që kërkoni të bëheni personazhe publik. Domethënë është një ditë shumë e bukur që të shkëlqeni në përgjithësi, të arrini objektivin tuaj maksimal, të keni një sukses shumë të madh në jetën tuaj personale, profesionale, familjare, pse jo. Për sa i përket tani ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë që ku ka lumturi të madhe, ku ka arritje të madhe, do ketë persona të tillë që janë gjithmonë kureshtar dhe nuk e duan të mirën e tjetrit, kështu që mundohuni këto arritje tuaja, këtë lumturinë tuaj ta mbani për veten tuaj, mos e reklamoni shumë, sepse nuk ka persona dashamirës rreth e qartë jush dhe pastaj prapë do filloni të pyes po pse? Pse? Sepse ja, ka njerëz të tillë që ndikojnë me energjinë e tyre. Tani nëse ju nga ana tjetër ndjeni se ka diçka që nuk shkon në marrëdhëniet tuaja ose se dikush po mundohet t'ju mashtroj, gojnjej, tradhtoj, atëherë them se këtë rol do e merrni vetë, por do i dilni, domethënë do e merrni vesh deri në fund se si ishte situata, çfarë ndodhi. Kështu që nuk besoj do shkasi gjë ditën e shtunë, qoftë se situata thash është në, sa thua, jeni ju të cënuar nga dikush tjetër. Tani, për sa i përket, kjo është dita e shtunë, për sa i përket ditës së diel, për çfarëdo gjë të diskutoni ditën e diel dhe që ka lidhje me të ardhmen, që nga një projekt që do të realizoni, që nga një ndoshta bashkëtesë doni të arrini, që nga ardhja e një fëmie në jetë planifikimi, domethënë një shtatzanie, çfarëdo gjë qoftë, pra që do planifikoni, do të bisedoni ditën e diel dhe ka lidhje me të ardhmen, do prisni edhe pak muaj. Pse? Sepse gjërat e mira duan kohë që të ndodhin dhe kjo gjë vlen edhe në rastin tuaj. Përshëndetje Shënjevi Gjëreshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Vjen shumë keq që një javë përpara se dolëm dot, por uroj të mos e keni pësuar dhe ju si unë kësaj here, që akoma e shikoni s'jam edhe aq mirë. Megjithatë me shumë dashuri u kam përgatitur parashikimet e muaj që gjeni në kanalin tim në YouTube dhe edhe me shumë dashuri akoma ja ku jam sot këtu për ju, për të rezervuar takimin tuaj në privat, pastaj për një lexim më të detajuar, më specifik, si nga aspekti i astrologjisë po dhe i letrave tarot, mos nguroni të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe shohim se çfarë na pret ditën e hënë. Po, dita e hënë nuk do fare çudi. Ditën e hënë jemi në botën e ëndrave të çuditërave. Diku po gaboni, diçka nuk po e vlerësoni ashtu siç duhet ose po e mbi vlerësoni më shumë kaq duhet në jetën tuaj. Mund të ketë të bëjë me një marrëdhënie në çift. Kujdes juve që e keni një marrëdhënie ekzistuese, kujdes juve që jeni një marrëdhënie të konsoliduar. Se vjen dikush tjetër dhe ju shkëlqen çik më tepër nga ajo që keni, besomuni, është kurth i madh. Kujdes nëse jeni në një vend pune që është mirë, s'është keq, po ju bëhet një ofertë, nuk e di dikush ju ngre mendjen dhe ju duket juve pastaj det ju bukos, pra kujdes në përgjithësi me gënjeshtra, mashtrime, momente që i keq interpretoni, iluzionet, bëni kujdes me këtë pjesë, janë flucka sapuni, domethënë nesër dita, çfarëdo gjë ju thuhet, ju premtohet, diskutoni gjëra të mëdha, kanë fjalën që ka lidhje me të ardhmen, duket se janë flucka sapuni, ose do keni ato tendencë për të shkëputur nga realiteti dhe për të qenë pak ëndërrimtar. Kjo është pa dëm, nëse se brenda këtu nuk përfshihen dhe vendime të mëdha, nëse pastaj kemi të bëjmë me vendime të mëdha, ju lutem shumë, thirrni mendjes, diçka gabim po e bëni dhe pse? Pse? Se ta kuptoni më vonë, më mirë po ju them mos merrni vendime të rëndësishme për sa i përket ditës së nesërme dhe kujdes sepse duket se jeni në një botë iluzionare, okay? Bëni kujdes me këtë pjesë. Bëni kujdes gjithashtu dhe me
çfarë do gjë është ves në jetën tuaj, ju që keni një farë vesi, mund t'ju marrë më qafë keq nesër dhe dilni me humbje shumë të mëdha. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë për të pritur miq, për takuar persona që kemi kohë pa i takuar, për të ulur një tryezë, për të diskutuar, për të kujtuar kohët e vjetra, për të diskutuar për çështje familjare, për të gjetur zgjidhje rreth çështjeve familjare, ose thjesht për ta kaluar në 4 muret e shtëpisë tuaj dhe sidomos juve që keni kohë që punoni, jeni tërkohës në një rutinë të caktuar që ka lodhur, nesër do të ndjeni nevojën të rini të qetësoheni, por në këtë qetësim tuaj duket se lind një ide shumë e rëndësishme, një frymëzim i madh i cili ndryshon jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Kështu që jetë është një ditë e tillë, dita e martë. Pothuajse ditë pushimi. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita me sa shikoj këtu nuk do i keni gjatë e lehta për t'u arritur, domethënë ka goxha vështirësi dita e mërkur për sa i përket arritjes së objektivave tuaja, pozitjes së problemeve që do të dalin brenda kësaj dite. Rutina është çik e vështirë, domethënë ditën e mërkur, jo se nuk do arrihet rezultati, por do i dalë prej hundësh, keni parasysh këtë gjë. Pra niseni për të mbaruar një punë, dalin një me gjëra të tjera. Shkoni për të zgjidhur një gjë, prishën dije të tjera. Domethënë do ketë këtë lloj natyre dita e mërkur, bëni kujdes shpenzimet. Mirë do të ishte të mos shpenzonit gjatë ditës së mërkur, do ju duket sikur po zgjidh diçka, por ke parasysh ndonjëherë kur nisesh nga rrugën e shkurtër dhe del më e gjatë. Bëni kujdes. Për sa i përket shëndetit, besomuni, jeni duke strapacuar veten, por lodheni më shumë nga ç'duhet dhe nuk po e kuptoni, kështu që dita e mërkur ka dhe këtë lloj natyre, që mos ta apostoni në shëndetin tuaj fizik, psikologjik, mundoni lutem shumë të reflektoni, të kuptoni se nuk mund të vazhdoni kështu dhe duhet të zgjidhni një regjim tjetër, më të qetë. Bëni një, nuk e di, ndryshojeni kushtet e punës tuaj nëse mundeni, silleni më afër nevojave tuaja. E mërkura kjo. Komunikimi gjithashtu do jetë problematik ditën e mërkur, kështu që me kujdes. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku vazhdoni punën siç e keni nisur, domethënë përjashtojnë ditë e mërkur që është çike e vështirë, ka ditë të tilla plot apo jo. Nisemi në mëngjes, që në mëngjes duket që është ters. Përjashto domethënë ditën e mërkur, kalojmë te dita e enjte që nuk është thjesht dita e enjte, domethënë si ta thuash. Këto që do ju them për ditën e enjte vlen dhe për shumë kohë më pas ditës së enjte, që do të thotë jeni pjesë e një projekti, jeni pjesë e një organizimi, jeni pjesë e një angazhimi në grup për realizimin e një pune, një objektivi të përbashkët, i cili ju ka marrë kohë, do edhe pak kohë akoma të realizohet, por duket se do ju eci shumë mirë. Besomuni, keni arritur një famë të caktuar e cila do ndriçojë dhe më shumë rrugën tuaj prej këtej në vazhdim dhe në përgjithësi për sa i përket çështjeve profesionale të karrierës, bëuni gati sepse ju pret me të vërtet diçka e papërsëritshme. Ju vazhdoni punën siç e keni nisur dhe siç po e realizoni realisht, sepse gjërat më të mira vinë më vonë edhe do çuditeni dhe vetë. Nuk do i besoni syve. E intja ishte kjo, në martë e mërkur e inte. Përsa i përket ditës së premte tani, dita e premte është dita që ja dedikojmë fëmijëve, dali marrëgëtohemi me ta, kalojmë më shumë kohë, erdhi vera, më të vemi në një plazh, gjejmë çik më tepër nevojat që ata kanë, kërkesat që kanë kundrejt nesh, nëse keni pas probleme me fëmijët zgjidhen. Është një ditë fati që gjë do vinë më me kollellët, domethënë është të thuash tek rafsha mos u vrafsha, dita e premte ka këtë lloj natyre, por është një ditë që edhe juve ju bën të reflektoni mbi atë se kush jeni, sa keni ndryshuar, sa keni devijuar nga ajo çka ishit si adoleshenta, si më të rinj në moshë. Doni ta jetoni pak çkujdesur ditën e premte dhe nuk besoj se ka rrezik, por dhe nëse ka ndonjë rrezik të vogël, më tepër do fokusohesh tek financat dhe dashuria në këtë pjesë, them se prapë të mbrojtur jeni. Vendimeve të mos merrni, sepse do të ishte gabim. Tani për sa i përket ditës së shtunë, për të gjithë juve që jeni në këto kushte, sepse do më thoni më thatë këtë atë, po nuk jemi të gjithë në të njëjtën linjë dhe duhet pasur edhe kujdes. Dhe ditë që i parë dhe ditë që i dytë do të kenë goxha kujdes për sa i përket muajit dhe deri të paktën nga data 19 ditë që i parë, diku aty afër edhe ditë që i dytë, nëse çon si ka e i treti më falni. Çështja është që këtu kush është në probleme të tilla, domethënë ka probleme marrëdhënie në çift, është prag të një divorci, atëherë ja ku merret vendimi dhe ja ku ndodh ditën e shtunë, nuk kemi çfarë ti bëjmë. Ose mbase nuk është një divorc brenda një çifti, por mbase është thjesht
sa thuash fundi një bashkëpunimi me një person të caktuar. Për sa i përket ditës së diel pastaj, çon si ka, çfarë do gjëje që ndodhi, çfarë do gjë do ndodhi, do keni parasysh jeni të mbrojtur. Asnjë gjë nuk ju ndodh e keqe sepse jeni të mbrojtur nga gjëra që nuk janë para as të kësaj bote, i kalojnë perceptimin ton, janë shumë herë më lart se ne, kështu që mos çani kokë, të mbrojtur jeni, çfarë do gjë mund të ndodhi, le të ndodhi, në të mirën tuaj është. Këtë gjë duhet të kuptoni. Përshëndetje shenjë peshoris dhe mirë se të vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Pas një jave vones, nuk ishim një javë këtu, humbjes, ta thuash, ja ku jemi përsëri dhe vazhdojmë si çdo javë. Uroj mos të kemi probleme më, që të kemi po të njëjtat situata, sido që jetë parashikimin e muajit e keni gati në YouTube Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës ja ku janë, për parashikime personale detajuara pastaj dhe për sa i përket astrologjisë, po dhe për sa i përket leximit të letrave tarot, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Atëherë, për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë i dedikohet fëmijëve. Nesër, dita fëmijët kanë nevojë për ju që i keni. Ju që si keni do mendoni seriozisht se kanë momenti që t'i keni edhe ju. Është një ditë fati, do me thënë ju do fati dhe nuk ju lë që të pësoni keq, do me thënë ju ndihmon që të arrini objektivat tuaja, vetëm me kujdes, do me thënë të jeni edhe ju pak të fokusuar të objektivi juaj, jo thjesht au ju kjufi ju tralala. Është ditë për ta kaluar hareshëm, është ditë për ta kaluar qetë, pa vrarë shumëndjen, pa shumë kopçarje. Kështu dita e hënë ka këto lloj tiparesh. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë nga ana tjetër risjell situata të së kaluarës duhen zgjedhur. Janë situata të cilat nuk ju bëjnë të ndjeni mirë, nuk ju bën të ndjeni komod, sepse kanë lidhje me familjen, pra janë çështje familjare të vjetra që rishfaqen, duhen zgjidhur, janë çështje ekonomi financash që vinë në formën e shpenzimeve, ndoshta të tepruara ose humbjeve në përgjithësi ekonomiko-financiare që sigurisht u ashtojnë ankthin për sa i përket të ardhmes. Kështu që për sa i përket ditës së martë, do thosha bëni kujdes në lidhje me financat, bëni kujdes me çështje familjare që fundja rishfaqen po dhe duhen zgjitur, bëni kujdes me të kaluarën në përgjithësi dhe me persona që mbas ndoshta dhe shfaqen nga e kaluara, përsëri për t'ju sjellë probleme në aktualitetin tuaj, por edhe psikologjia juaj do të jetë pak me ulje ngritje, kështu që mirë do ishte të evitoni të vendimarrje të rëndësishme dhe në përgjithësi është një ditë ku psikologjia do të ndjeni, do të thënë ta keni psikologjinë e rënduar mjaftueshëm. Do kaloj, e përkohshme është, por që ka këto lloj tiparesh, si të thuash, dhe nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që ju tregon se ka kushte të reja në jetën tuaj, pra situata ka ndryshuar, ndodheni në kushte të reja, ndoshta pune, keni filluar një punë të re diku me një klientel që ndoshta nuk ja njihni tamam, kërkesat me kolegë të cilët akoma duhet të përshtateni, e që kanë kërkesat e veta, mund të jeni në një lidhje të re në çift që ka angazhimet e veta, ka kërkesat e veta, duhet të përshtateni. Do me thënë dita e mërkur, nëse ka një këshill për ju, do të ishte kjo, sa më mirë të dini të përshtateni në kushtet e reja të jetës tuaj, aq më mirë keni për t'ia dalë. Do me thënë do përshtatje, do kompromis që t'ja dilni ashtu siç duhet. Qoftë edhe nëse ky kompromis është kështu sa për sy e faqe, por që si ka, që t'ja dilni të keni sukses ditën e mërkurë me çfarëdo gjë angazhoheni, apo ju kërkohet të angazhoheni, duhet një farë kompromisi dhe përshtatshmërie e lartë. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është një ditë shumë e bukur për sa i përket punës në grup, për sa i përket çështjeve që kanë lidhje me zyra zyra, do të thënë zyra qeveritare, si quajmë këto? Zyra në vija të përgjithshme, do të thënë, administratën në përgjithësi, nëse keni aplikuar për një kredi, ajo miratohet, gëzoni një respekt shumë të madh nga ambjenti që u rrethon, në punë, në komunitet, kudo, por ju që keni pas dëshirë prej kohësh të bëni me letra, duket se më në fund ja dilni ta keni dhe këtë gjë, ju që dëshironi të bëni me shtëpi, tash arrihet aprovimi një kredie ose nuk e di, arrihet një farë marrëveshje për sa i përket kësaj gjëje dhe
edhe për sa i përket çështjeve që kanë lidhje me një fejes dhe një bashkëtesë, edhe kjo gjë është e mundur. Kështu pra. Por ju që ndoshta jeni duke filluar punë për herë të parë në një ambient të caktuar ditën e njëjtë, ju presin mirë dhe gjërat kanë për të shkuar shumë mirë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku jeni rënë diku, pasi jeni të larguar, domethënë prej diku. Që do të thotë, për të gjithë juve që do të një ndryshim të madh në jetën tuaj para pak kohësh, ishte ndryshimi më i madh që mund të bënit, sepse këtu ku jeni aktualisht, azëm ikët nga një vend pune, lak një vend pune dhe jeni vendosur në një vend pune të ri, është jam me që kishit bërë, domethënë shpëtuat, por ju që e mbyllet me një lidhje dhe keni filluar një lidhje tjetër përsëri vlen e njëjta gjë, për ju që ikët nga një banesë dhe po shkoni pra, për çfarë lloj ndryshimi që keni bërë në jetën tuaj, ishte gjëja më e mirë që mund të bënit sepse kishte ardhur momenti, kishte ardhur koha, nuk mund të vazhdonit në ato kushte në cilat ishit, por ju që keni bërë akoma, jeni në këto hapa. Por keni parasysh një gjë, çfarë lloj ndryshimi që po bëhet në jetën tuaj, sado të vështirë ta keni në fillim, ka për t'ia vërtetuar 100% më vonë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë ku dikush do vi do ju rrëfej diçka, shumë të rëndësishme në lidhje me veten e vet, mos do bini dhe nga qiejtë, sepse as besoj se ju shkon mendja për ato çka do dëgjoni, ose mund të jeni ju që e bëni këtë gjë, por sidoqë tjetër është një ditë që merrni vesh gjëra të cilat as nuk ju shkonte mendja se mund të ekzistonin, domethënë të ishin pjesë e realitetit tuaj. Dhe do shokoheni paksa, por që nejse. Për sa i përket pastaj ditës së diel, po vuani ju më tepër ditën e diel që jeni në një distancë me partnere, domethënë po ju soset pak durimi, me thënë të drejtën, dhe duke qenë se ky është problemi kryesor i marrëdhënies tuaj, duhet të merrni dhe vendime të rëndësishme për sa i përket të ardhmes. Se si do shkojë domethënë kjo lidhje, por që problemi është ky në marrëdhënien tuaj, fakti që jeni larg, ka distancë fizike midis jush dhe duhet gjetur një zgjidhje urgjente. Përshëndetje shenja Krepi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Pas një javë mungesë, ja ku jemi përsëri, parashikimet e muajit i keni gati në kanalin tim YouTube Zodiac Oracle, shkoni, dëgjoni me kujdes çka ju pret këtë muaj, fundja muajit tani fillon për mua, me thënë të drejtën. Nesër data bëni kujdes, është një datë çik e vështirë për sa i përket marrëdhënieve tuaja, sidomos në çift ose bashkëpunimeve, ose edhe domethënë familjes, domethënë çështjeve, marrëdhënieve brenda familjes, çështje familjare, prone e gjëra të tilla, mund të ketë një problem aty, jo mund të ketë, po do ketë, kështu që bëni kujdes. Në përgjithësi, çfarë t'ju them, këto janë pak a shumë, mund të shkoni në YouTube të dëgjoni më mirë këto gjëra. Tani për sa i përket parashikimeve të detajuara për secilin prej jush, mund ta rezervoni takimin tuaj në privat duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së nesërme, dita e nesërme tash, është një ditë që dedikohet marrëdhënieve në çift, por tu mund të merrni një farë zhgënjimi. Këtu prishmëritë mund të ishin shumë të larta, por do kuptoni se nuk është tamam gjëja ashtu sikurse është dukur në fillim, por dhe për ju që jeni kohë në një marrëdhënie në çift, domethënë që jeni kohë me një person, mund të ndjeni nesër sikur kjo marrëdhënia juaj nuk ka avancuar fare, domethënë sikur mbeteni putin të persona që ishte në fillim, nuk është maturuar personi tjetër, domethënë merrni një farë zgënjimi, si të thuash, por që për ato lidhje që do nisin nesër ka shumë pasion. Domethënë lidhjet që nisni nesër, personat që takoni nesër kanë brenda tyre një pasion shumë të madh, tërheqje fizike shumë të madhe, por kujdes sepse ka dhe manipulim të madh dhe do i vuani pasojat më vonë. Kështu që me kujdes për sa i përket ditës së nesërme çështjeve të tilla. Vlen dhe për bashkëpunime sigurisht. Për sa i përket tani ditës së mërkur, ditës së martë, favorizon jashtëmase shumë rikuperimin. Nëse keni pas probleme me shëndetin, rikuperoni, merrni veten avash avash. Nëse dikush ju ka zhgënjyer, keni pësuar një goditje pas shpine, një tradhti, një zhgënjim të paktën e keni marrë diku, duket se ju desh pak kohë të rikuperoni, por që po ktheni më të fortë se kur. Për sa i përket punës, edhe aty keni pas zhgënjimet tuaja, por s'ka gjë, çdo gjë ka për të shkuar gjithnjë më mirë, domethënë është një moment rikthimi.
Okej, rikuperimi, rikthimi, riktheni më të fortë se kur, më të gatshëm se kur për të pasur sukses dhe fati ju do dhe keni për të dalë shumë mirë. Çfarë do lloj oferte propozimi ju bëhet ditën e mërkurë, ngecante e mërkura tani është. E martë, për sa i përket ditës së martë po flasim, më gjithmonë. Pra nëse ju bëhet një propozim, një ofertë, ju jepet një zgjidhje, pranojeni. E kuptoj që nuk doni ndihmën e askujt, por në këtë rast, në këto kushte që ndodheni, mirë do ishte ta pranoni. Fakti është në anën tuaj dhe ju ndihmon që të arrini çfarëdo gjë vetë nuk arrini dot. Për sa i përket ditës së mërkurë tani, blen po e një gjë, domethënë këtu ju duhet ndihmë janë ku është dhe janë persona të besueshëm këta që ju afrojnë të ndihmë, janë persona dashamirës kundrejt jush, çfarëdo lloj problemi që mund të kishit përjetuar në ndoshta edhe javët e mëparshme ose muajt e mëparshme, duket se zgjidhet këtu, një person duket se kthehet dhe ju kërkon falje për një debat që mund të keni pas, të thuash ajo rikuperimi vjen me një herë, kështu që është një ditë e bukur për të zgjidhur çështje, për të zgjidhur probleme dhe për të marrë apo dhënë ndihmë dita e mërkurë. Kjo vlen edhe për financat. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që vijnë mesazhe shumë të rëndësishme. Nuk e di se çfarë lajmi po prisni, nuk e di se çfarë po prisni t'ju jepet, por ja ku vjen ditën e enjte. Pra çfarëdo gjë prisnit ta aprovojë, çfarëdo gjë prisnit të t'ju lejoj, çfarëdo informacioni prisni t'ju jepet, ja ku e keni ditën e enjte. Është pikërisht ajo që po prisni dhe ja ku e keni. Dhe zgjidhen probleme, sigurisht që vjen me zgjidhjen e problemi ky lajmi. Për sa i shoqërohet, më saktë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që do më bëni shumë kujdes tundimin, pra është ditë jashtëmase tunduese, për sa i përket personave që shfaqen në jetën tuaj, për sa i përket ofertave dhe propozimeve që ju bëhen, nuk janë të vërteta. Po janë shumë joshëse, por nuk janë të vërteta. Madje do thosha për bëni një rrezikshmëri shumë të lartë, ndaj dhe bëni kujdes. Kujdes dhe humbjet ekonomiko-financiare, nuk investojmë ditën e premte në as edhe një gjë sado tash tunduese të jetë. Nuk pranojmë oferta, propozime, zgjidhje sado tunduese të jenë dhe kujdes që sidomos jeni në marrëdhënie të konsoliduara konkrete me një individ, kujdes joshjen, kujdes epshin, sepse një gabim i momentit mund t'ju kushtoj një lidhje jete është gjyna. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, mund të keni probleme të vogla me shëndetin, por që vinë si pasojë e vetë keni probleme, doja të thosha, vetë keni fajin, që keni quar vete në këtë lloj faze, ndodh kjo gjë pikërisht për t'ju ndihmuar të reflektoni, të bëni ndryshimet e nevojshme dhe të tregoni më tepër kujdes ndaj vetes. Për sa i përket ditës së diel, blen po e njëjta gjë që u thash ditën e premte. Domethënë, ky person që vjen në jetën tuaj ditën e premte, që shfaqet në jetën tuaj ditën e premte, ose që mbase është edhe në jetën tuaj prej shumë kohësh, do zbuloni se nuk ka qenë gjë tjetër vetë se një përfitues. Diçka ka dashur prej jush dhe në këtë rast më tepër vlejnë financa, do me thënë është ka qenë me ju sepse ka menduar se i ofroni siguri ekonomiko-financiare, kjo është realisht. Do me thënë thjesht ideja është të përdorin ato çka ju keni, apo të përdorin juve si makinet, apo si të thuash bankomat. Qa të them, një keq për gjithëve që do e kuptoni që personi që keni në jetë, apo që ka në jetën tuaj, ka tipare të tilla, apo që më mirë të ndodhi kështu dhe të shpëtoni, se sa të mund të vazhdonte kjo gjë dhe më tej. Përkund me parashikimin që ju kam bërë për sa i përket hënës së plot të këtij muaji, shkoni dëgjoni në YouTube, është interesante. Kështu pra, edhe java për ju. Përshëndetje shenjë shigjetari dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë e cila shënon hënën e plot në aksin tuaj, do me thënë binjak shigjetar, ju ndihmon të mbyllni çështjet që prej kohësh po mundojeni të mbyllni, pikë së pari të kuptoni se kush jeni ju në raport me të tjerë dhe të tjerë në raport me ju, dhe çfarë do gjë me pak fjalë ka qenë çik problematike deri më tani, të mund të jepi një farë fundi
Pra të veproni ta zgjidhni një herë për gjithmonë të shpëtoni veten tuaj dhe të tjerët. Ose veten tuaj për të tjerëve, se doni merreni. Sido që të jetë në mënyrë më analitike e gjeni për momentin në YouTube këtë në parashikimin e muajit dhe këtë pjesë, por parashikime pastaj të detajuara, të personalizuara, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Atëherë përse i përket ditës së nesër me ditës së hënë, po këtu favorizon dita e hënë, çfarëdo gjë ka të bëjë me martesën tuaj një pikë së pari. Nëse jeni të martuar, okay, në rregull, mendoni se keni bërë zgjedhjen e dur, bashkërisht çift do diskutoni për sa i përket ardhmës, do gjeni zgjidhje problemeve që mund të keni, bëhet fjalë për një bashkëjetesë, bëhet fjalë për një fejesë, bëhet fjalë për gjëra të tilla ose për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm që po lind tani dhe që premisat i ka shumë të mira për sa i përket ardhmës, ka dhe kozgjatje, ka edhe stabilitet. Shumë bukur, do me thënë dita e hënë dhe dita e martë për ju janë ditë shumë të bukura, do me thënë këtu po ndërtoni një të rejbje. Me të vërtet, ose po shpërnguleni, ose si çifti martuar vendosni për sa i përket të ardhmes, ose i bashkëpunim ju del shumë mirë dhe shumë bukur, ju sel goxha fitime për fitime, për sa i përket udhëtimeve këto favorizohen jashtëmase shumë, për sa i përket arritjes së një objektivi, dita e martë është dita me favorshme, do thosha. Çfarë do të gjë mund të jetë kjo objektiv, që nga blej një banesë ose aplikoj për një banesë, që nga nuk e di marr vizën dhe do qëndroj atje ku dua të qëndroj, që nga pozicionohem në një vend pune që gjithmonë kam dashur të pozicionohem, që nga arri objektivat e mia në lidhje me karrierën, domethënë çfarëdo gjë e tillë duket se është e juaja. Dita e hënë dhe dita e martë pra janë shumë pozitive për sa i përket shenjës tuaj. Përse i përket pastaj ditës së mërkurë ka dhe të tjerë të shenjës tuaj që janë ende në dilemë se çfarë duhet të zgjedhin. Përse i përket karrierës, përse i përket një marrëdhënie, një punë, domethënë që ka lidhje me marrëdhënien tuaj në çift, përse i përket të ardhmes në vija të përgjithshme, të investoj të mos investoj. Pra këtu do të merrni vendime të rëndësishme përse i përket të ardhmes tuaj dhe vazhdimësisë tuaj prej këtej në vazhdim. Fatkeqësisht nuk mund të ndihmoj askush në këto vendimarrje, jeni ju ata të cilët vendosni. Pra çdo gjë varet pikërisht nga ju, jeni që duhet të merrni këto vendime të rëndësishme. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku vendosni për një pauzë, do me thënë, keni nevojë për një shkëputje të vogël. Mund të jetë kjo, mund të vi kjo në formën e një udhëtimi të shkurtër diku, mund të shfrytëzoni një ofertë që ju bëhet ose një kërkesë që ju bëhet për arsye pune të udhëtoni diku, ose thjesht kërkoni një time out, një pauzë nga një bashkëjetesë, nga një lidhje që e keni nevojë të arsyetoni përpara se të merrni vendime edhe më të rëndësishme akoma, do të thënë është një ditë që keni nevojë për ndryshim dhe ndryshimin e sillni vetë. Në pjesën të madhe të rasteve, ky ndryshim vjen në formën e një udhëtimi, një shkëputjeje të tillë. Okej, keni parasysh këtë gjë. Por nuk është shkëputje përfundimtare, është thjesht sa për të reflektuar, është një moment reflektimi për të kuptuar se çfarë doni të bëni në lidhje me çështjet e rëndësishme të jetës tuaj, prej këteje në vazhdim. Përsa i përket enjtes në kjo gjë. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita ku përsa ju përket juve femrave, këtu vjen re njohje të reja, do të thonë është një person shumë premtues që vjen tani në jetën tuaj, ju që keni një person po që po prisni diçka më shumë prej këtij, vjen ky individ me atë propozim që ju po prisni, favorizohen investimet, favorizohet nisma në përgjithësi, favorizohet iniciativa, nisma e lire kam fjalën, po dhe iniciativa për të nisur diçka të re, për të arritur një objektivi të caktuar, ju qeni meshkuj, nëse keni ndarë mendjen lidhje me një femër se çfarë doni të bëni me të, atëherë ja ku jemi dhe duket se po eci përpara dhe shumë mirë po bëni që po e merrni këtë vendim. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë që u tregon se nuk është ende momenti i duhur për të marrë vendime të rëndësishme në lidhje me të ardhmen, domethënë akoma nuk ju jepet okay për të vazhduar përpara, për shembull një bashkëjetesë për sa prej jush mos e nuk ka akoma momenti, për një martesë akoma jo, për një punë të re akoma jo, për të investuar në diçka të re akoma jo, për të ndarë mendjen për pushimet akoma jo, domethënë akoma jo. Për sa i përket ditës së diel pastaj,
varet se çfarë do ishte ajo ditës së shtunë, nuk e di, përsa i përket ditës së diel, mblidhini valizhet, ikni. Okej, në rregull, mund të udhëtoni. Domethënë ju që keni ndarë mendjen, keni prerë një bilet dhe keni prerë për ditën e diel, dita e diel ju gjen në udhëtim ose ditën e diel e prisni këtë bilet për të udhëtuar së shpejti. Kështu që kështu domethënë, këto janë tiparet e ditës së diel. Nuk do ishte çudi që këtë udhëtim për të cilin po ju flas, bëj dikush dhurat. Do të thotë hajde se do udhëtojmë bashkë, apo kam këtë ide, apo gjëra të tilla, domethënë që prap janë në të mirën tuaj. Përshëndetje një Briciapi dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht që uroj një javë të mbarë, as bëhet fjalë. Uroj të keni qenë mirë deri tani, të jeni dhe më mirë akoma. Shumë lëvizje ky muaj, me thënë të drejtën, por nuk e di se sa bereqetin po ja shihni, ndoshta pak më vonë, unë do të thosha thjesht mos u nxitoni të merrni vendime të rëndësishme. Por çfarë do gjë të rëndësishme që po bëni në jetën tuaj që ka plot gjëra të mëdha që po i bëni, e sigurt Briciapi është duke bërë gjëra të mëdha, është duke sjellë një goxha ndryshim të madh në jetën e vet, e sigurt kjo gjë, sido që të jetë me kujdes, okay? Domethënë mos u nxitoni. Merreni avash çdo ditë. Për më shumë më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit dhe për më tepër akoma dhe në mënyrë më të detajuar, mund të rezervoni takimin tuaj në privat duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 22 90 90 ka fjalë. Okej, atëherë, përse i përket ditës së nesërme, ju thash merrni gjërat me qetësi, me avash. Është e sigurt që jeni shumë në lëvizje, po ndryshoni plot nga jeta juaj. Kjo vlen edhe përse i përket aspektit profesional, po edhe përse i përket atij personal, sido që të jetë nëse duhet të më bëni shumë kujdes me individ të caktuar. Janë individ të cilët themi janë të rraurë nga jeta e para, e dyta e din shumë se çfarë kërkojnë, din shumë se si të manipulojnë, din shumë se si të përdorin fjalën dhe mund të josheni. Jo me se zvën në plan fizik, ka fjalën jo me se zvën përsa i përket dashurisë, kam në vija të përgjithshme. Kështu që mundoni të mos mashtroheni nesër. Këta janë persona të cilëve shumë vështirë se u reziston dot, por intuitën e keni të fortë dhe nuk u ashket dot kolla njeri. Ndaj edhe ju lutem shumë mundoni të bëni kujdes me ditën e nesërme. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë që gjithnjë më tepër ju tregon se jeni shkëputur nga e kaluara, nuk keni më fare pik lidhje me të kaluarën tuaj, as përsa i përket personave që kanë ekzistuar deri më deri jetën tuaj, as përsa i përket profesionit apo se si ishin kushtet të cilat punonit deri dje, as përsa i përket familjes, pra çdo gjë ka ndryshuar, do ndryshojë edhe më shumë akoma. Domethënë për ju më këtim pas nuk ka, dhe këtë gjë e kuptoni pikërisht ditën e martë, që këtim pas nuk ka, gjithçka e mirë ju pret në të ardhmen dhe vetëm drejt saj do të vazhdoni prej këtej në vazhdim dhe çfarë të bëhet, le të bëhet. Unë do t'ju them që më mira do bëhet. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që ju angazhon shumë me çështje familjare, me çështje pronash, shitje, blerje, shfrytëzimi një prone që mund ta keni për më tepër përfitim, në qoftë se jeni në të kooperoni, domethënë i angazhuar me tregun imobiliar, duket se ju del një mundësi e mirë, domethënë që duhet ta shikoni. Kështu që po, çfarëdo gjë ka të bëjë me pronën, çfarëdo gjë ka të bëjë me banesën, me familjen, me zyrën, nëse keni një zyrë gjëra të tilla, domethënë, gjëra duket se ecin shumë mirë. Por dhe përsa i përket shëndetit tuaj apo të familjarëve tuaj, nëse keni pas probleme të tilla, duket se gjërat po ecin mirë. Një borxh tani që takon familjes duket se shlyhet, ose familja ju ndihmon juve të shlyeni borxhin që mund të keni. Do thënë, vjen një farë ndihme financiare, sa thuash, ose arrit një farë stabiliteti ekonomiko-financiar në familjen tuaj. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një ditë që ja vlen të merrni një këshill nga një person që ka më shumë eksperiencë se ju. Kujdes ama. Nëse ky person sillet me arrogancë, atëherë nuk ka nevojë për këtë individ, shumë mirë dini dhe vet. Në qoftë se është një person të cilit i besoni sepse deri të tjerë ju ka mbështetur, atëherë besoni ky ka zgjidhjen e një problemi tuaj shumë të rëndësishëm. Jo me të gjithë, jo nga të gjithë mund të kërkoni këshilla, mos u përhapni shumë, vetëm një personi të cilit i keni shumë besim, mund t'i kërkoni mendim dhe ai ju a jep ashtu sikurse duhet. Ajo çka po vini re ama gjithsesi, është që edhe ju po maturoheni goxha. Domethënë, nuk do më bënte çuditni qoftë se ditën e enjte, për një çështje që ju shqetëson dhe kërkoni një mendim, ky personi që ju a jep këtë lloj ndihmese, ju vë dhe pak në provë.
Ju vë dhe pak në provë dhe sa thua ndoshta ju vë dhe pak në lojë për t'ju bërë të kuptoni se edhe ju e keni fituar maturinë e dur. Edhe ju, domethënë, jeni të aftë për të këshilluar veten tuaj. Është ditë maturimi. Është ditë maturimi, por që për disa prej jush mund të vite si ditë me një turisti të lartë, tipit mund të ndjeni të kontrolluar më tepër nga ç'duhet, ose në kontrollin më tepër nga ç'duhet e një individi që di më shumë ka ju, ka më shumë eksperiencë, ka ju mund të ndjeni pak në rikatrore, si e them unë shpesh, ose nëse jeni adoleshenta ose jeni në një moshë që doni të shkëputeni nga çerdhja e familjes tuaj, atëherë ka shumë mundësi që interesimin dhe kujdesin e prindërve ta përktheni si autoritet të tepruar, si tutel. Nëse mund të jetë kjo një qasje kësaj që po them. Dhe aty pastaj jeni gati për kryengritje, jeni gati ikni të lini gjithë aty në erë, me kujdes. Përsa i përket ditës së enjte, përsa i përket, ose mund të keni dhe probleme me shtetin, edhe mundet, por që diçka mund të keni bërë gabim, nuk e di, ju kap çik shteti dhe ju vë para përgjegjësive, megjithatë prapë gjëra që zgjidhen janë. Nuk janë gjëra të kushtet se çfarë. Përsa i përket ditës së premte, avash jeni duke hequr nga supet tuaja këtë kryq kaq të madh vuajtje që keni mbartur deri më sot. Më në fund avash po vjen zgjidhja, më në fund avash po vjen qetësia mendore, psikologjike, fizike, më në fund avash po arrini edhe ju objektivin tuaj dhe destinacionin tuaj. Mos u dorëzoni, ndoshta ka mbetur edhe pak, por besoni ja vlen për ato çka ju pret si shpërblim. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë që ju premton se kushdo që ka ikur do kthehet përsëri, kështu që mos u mërzisni, mos u shqetësoni. Kjo nuk vlen vetëm për sa i përket personave, por edhe për sa i përket mundësive, por në përgjithësi le të themi që për persona që keni kohë pa dëgjuar prej tyre, duket se merrni një falajmi dhe duket se do kthehen në jetën tuaj. Dhe nëse kthehen në këtë periudhë, besomeni kanë për të qëndruar. Nëse kthehen, kanë për të qëndruar. Përsa i përket pasaj ditës së diel, arsyeja pse këta persona u larguan pastaj do kuptoni se ishte jo sepse nuk ju donin, jo sepse së thuash nuk ishit mirë së bashku, por sepse dikush ndërhyri me ato çka bëjnë personat caktuar her pas here dhe futen atje ku nuk u takon. Domethënë diçka e ka shkaktuar të ndarjen tuaj dhe nuk është vepër hynore, është vepër njerëzore. Kuptohet se për çfarë ka fjalën. Pra ju kanë bërë një farë. Nuk do ta them fjalën, e kuptoni vetë, nuk ma zë goja. Nëse sido që të jetë, nuk ka qenë ndarje normale, ka qenë e krijuar, e shkaktuar nga keqdashësia e të tjerëve. Por që shqyro Zot për fatin tuaj të mirë, kjo lidhje duket se është e fortë, i ka rënjet e forta dhe do kthehet përsëri në origjinë personi. Është juaj dhe e juaja, varet, dhe bashkë do të jeni, domethënë, pavarësisht keqdashësisë së personave që kishin dashur t'ju ndanin. Përshëndetje, përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se vini përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Parashikimet e muaj ndërkohë i gjeni gati në YouTube Zodiac Oracle. Shikoni dhe dëgjoni me kujdes. Sidomos dita e nesërme është një ditë e cila mbart një rëndësi shumë të madhe, sidomos për ju të lindurit në të paktën 3 ditët e para të shenjës tuaj. Afërdita dhe Plutoni nga shenja juaj takojnë në një sfidë, në një aspekt sfidues, marrëdhëniet tuaja në plan të parë, çështje karriere, familjare, kujdes investimet, do flasim pak më vonë, do bëhet edhe postimi për këtë, por që për momentin e gjeni në YouTube Zodiac Oracle, domethënë. Për parashikime pastaj personale, specifike, të detajuara, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Atëherë, dita e hënë është një ditë ku, që të themi tani këtu, ju që jeni femra, mund të kuptoni se vleni më shumë nga personi që keni pas në krah. Do me thënë, kam përshtypjen se do kuptoni se keni zgjedhur gabim, ose se gjatë kësaj kohe vetëm keni qenë, ju që keni probleme, kam fjalën në martesën tuaj, marrëdhënien tuaj, do kuptoni se ju gjithmonë vetëm keni qenë, thjesht keni dashur të jepni vetes të kuptoj se ajde mos jam me dikë. Dhe këtu mund të merrni vendimin që bëhet me kaq, domethënë nuk mundem më vetë po ja dal me gjithçka, do bëni kompromisin e tipit le aty të jetë se me që e lash kaq kohë lëre tani. Çfarë do ndajmë tani
në këtë kohë që jam, po që nuk do e përfillni më personin tjetër. Nëse jeni meshkuj, atëherë do kuptoni se femrën që keni në krah nuk i keni vlerësuar ashtu siç duhet. Dhe uroj vërtet të ktheni mendjen dhe ta vlerësoni për atë çka realisht është, ose mund ta keni zhvlerësuar femrën që keni pas në krah për një person që ju zhgënjen tani këto kohë. Pra vini para së vërtetës, para përgjegjësisë dhe kuptoni gabimet që keni bërë. Për ju që jeni vetëm dhe se keni dikën në jetën tuaj, le të themi që nesër keni mundësi të takoni një person shumë të veçantë. Si ju që jeni femra dhe ju që jeni meshkuj. Ama me kujdes sepse është dhe një ditë manipulative, është një ditë kontrolli, është një ditë me tërheqje fizike shumë të lartë, nuk e vënë në diskutim, por do të çik kujdes. Për sa i përket financave, kujdes shpenzimet që dalin në mënyrë të paparashikuar nesër. Ama për disa prej jush, dhe këto kanë fjalë më tepër për ju të 10 ditëve të fundit, dhe sidomos 10 ditëve të dytë, investimet ju dalin shumë mirë. Investimet ju dalin shumë mirë, madje do guxoja të thosha që dhe në një marrëdhënie në çift jeni shumë të kënaqur me personin që keni zgjedhur, si njëra palë dhe pala tjetër. Kujdesi vjen më tepër për ju që jeni të lindur në 3 ditët e para të shenjës tuaj dhe kaq. Tani për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku bien maskat dhe kuptohet e vërteta del e vërteta në shesh për atë çka realisht është. Edhe ju e pranoni më në fund se si janë gjërat realisht në jetën tuaj dhe ku keni gabuar dhe çfarë duhet të ndryshoj. Kuptoni pikë së pari që jeta ashtu e ka, me ndryshime. Asnjëherë nuk është vije drejt, por ka dhe ato ullit e ngritjet e veta. Kështu që jeni të gatshëm ama për të bërë ndryshimet e nevojshme, jeni të gatshëm për të pranuar situatën për atë çka është, nuk do e mbyllim më syt. Tha sikur se thash bien maskat, kuptoni realitetin dhe prej këtij në vazhdim e keni më të lehtë të vazhdoni përpara. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e udhëtimeve të largëta. Shumë prej jush mund të zgjidhni të pasi të keni bërë një ndryshim shumë të madh në jetën tuaj, ta zëm undat, një ndarje e bujshme, një ndarje e fortë, ose një largim nga puna, një shpërngulje diku, ju çon në një drejtim të ri të jetës tuaj. Domethënë, shumë prej jush mund të zgjidhni të largoheni diku jashtë shtetit. Shumë prej jush mund të filloni punë në një ambient totalisht të ri. Shumë prej jush nisni një lidhje totalisht të re. Domethënë është një fillim i ri në jetën tuaj, i cili ende nuk po duket se ku ju çon, por e vërteta është se ju çon në një sukses shumë të madh. Për sa i përket sigurisht është edhe ditë udhëtimesh, të vërteta, domethënë diku ama jashtë shtetit. Dhe nuk janë udhëtime që ndodhin tjerësa për të ikur për pushime, por janë udhëtime të cilat ndodhin për të vendosur diku jashtë. Tani, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte do kujdes me individ të cilët rishfaqen në jetën tuaj për t'ju bërë të vuani edhe një herë dhe për t'u larguar ashtu sikur s'te erdhën, kështu që bëni kujdes, mos e lejoni këtë gjë të ndodhi përsëri, por është edhe një ditë e cila psikologjikisht ju rëndon shumë. Si, mund të jeni ju ata të cilët e manipuloni veten tuaj me mendime të këqija, negative, me dështime që keni pas, mund të jetë një ditë që kthen veset, pra mund ta kishit pas veten në kontroll për një kohë të gjatë për sa i përket vesit, që mund të jetë çfarëdo gjë ky ves, kumar, drog, pije, çfarëdo gjë qoftë, femra, por që ja ku kthehet përsëri dhe të kuptoni se sa të dobët jeni edhe një herë. Unë do ju jepja këshillën të mos bini prek sa gjëje, të mos e humbisni kontrollin, ama është një ditë e tillë dhe unë nuk di se çfarë t'ju them. Do të thënë janë situata të përsëritura, të cilat e dini se ku ju çojnë, por thjesht nuk keni forcën që ti ndaloni dhe kam përshtypjen prapë do vuani pasojat edhe një herë si një herë. Pra cikle që përsëriten dhe që duhet i mbyllni, por që nuk e di sa forcë do keni për ta bërë këtë gjë. Kujdes humbjet ekonomiko-financiare sepse nuk jeni të fortë mjaftueshëm për të thënë të tjerëve jo nuk kam, jo nuk dua, jo nuk mundem. Kujdes. Kjo është e enjtja. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që pikërisht në momentin kur ndjeshit më të lodhur se kur, pikërisht në momentin që kishit humbur shpresat se asgjë nuk ndodhte më, nuk realizohej më dhe kishit ngecur, pikërisht atëherë vjen ndihma. Vjen ndihma dhe çelet drita jeshile, domethënë për një pjesë të mirë prej jush ndodh mrekullia vet ditën e premte, me çfarëdo gjëje keni nevojë të vinë në jetën tuaj, me çfarëdo gjëje keni nevojë të visi ndryshim në jetën tuaj, kështu që të shohim se si do të përkthehet kjo gjë realisht në jetët tuaja. Për sa i përket ditës së shtunë pastaj, dita e shtunë do kujdes për sa i përket tash edhe një herë tundimit, për sa i përket vesit, duket shumë qartë brenda javës që do keni probleme të tilla, por dhe dita e shtunë duket se e shton edhe më shumë problemin. Kujdes me financat
mos shpenzoni më shumë nga çka mban xhepi dhe kujdes me çfarë do zakonit të keq që keni, me çfarë do tendencët negative që keni. Dhe përsa i përket ditës së diel, kuptoni se një marrëdhënie thjesht nuk po ecën, kishit shpresa se do ecte, kishit shpresa se do shkonte gjikundi diku, po nuk po shkon gjikundi, kështu që frini mendje dhe kuptoni se do ta mbyllni me kaq dhe thjesht të vazhdoni përpara. Ose mund të kuptoni se mund ta keni pas në një farë rikthimi me dikë, por që nuk po ecën situata, nuk po shkon gjikundi, dhe jeni të detyruar thjesht të ishte dorë ju pastaj të rriqeni prej këtij në vazhdim. Përshëndetje, përshëndetje një peshqve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që uroj të jetë sa më e bukur, të jetë e mundur, me sa më shumë mundësi të jetë e mundur. Sidoq të jetë për më shumë info dhe insight, shkoni në kanalin tim në YouTube dhe dëgjoni parashikimet e muajit, ditë pas dite. Jam munduar t'ua jap në mënyrë sa më analitike. Përsa i përket pastaj parashikimeve të detajuara në privat, atëherë po keni mundësinë ta rezervoni takimin tuaj në privat duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Okej, atëherë, ja ku jemi me ditën e hënë, ku dita e hënë, çfarë të them tani këtu, për ju që keni gabuar, keq më vjen që po e them, por do vuani pasojat. Ju që keni luajtur me fatin, ju që keni riskuar më shumë nga ç'duhet, ka mundësi që realisht ta gjeni veten pas kangjëllave. Por ju të tjerët pastaj që thjesht jeni të izoluar, sa thuash, jeni të ngecur në një marrëdhënie që nuk po shkon gjikundi, në një vend pune që nuk po ju ofron më mundësi zhvillimi, atëherë gjithçka është në dorën tuaj. Jeni ju ata të cilët e keni situatën në dorë dhe jeni ju ata që mund ta shpëtoni veten tuaj. Çfarë ti bëjmë rastit të parë? Që realisht ja ku duket se çfarë është, por vjen si pasojë e gabimeve që keni bërë më përpara. Atëherë, çfarë themi, është fati juaj tani, duhet ta vuani këtë gjë, kështu që kështu na del dita e hënë. Për sa i përket ditës së martë, për të gjithë juve që po prisnit një farë mundësie të vite në jetën tuaj, për sa i përket një personi, për sa i përket një pune, për sa i përket një ndryshimi në përgjithësi, duket se kjo gjë vjen dhe mirë do ishte ta kapnit si mundësi, si fillim, si fillim, çfarëdo gjë ju ofrohet, ju propozohet, ju jepet si mundësi ditën e martë, shfrytëzojeni. Mos i bëni naze duke thënë, po pse këtë prita unë, po kisha mendje për diçka më shumë. Thjesht shfrytëzoni këtë. Pse? Hap rrugën për diçka më të madhe akoma. Prandaj po i them, përsa i përket ditës së mërkurë, çfarëdo gjë ju vjen si mundësi, propozim, ofertë, ndihmë, pranojeni. Pse? Sepse është vetëm fillimi. Ju vjen diçka më e madhe më vonë, por nëse këtë gjë refuzoni, atëherë nuk ka, është të presësh prapë tani të vi treni i radhës. Kjo është ideja. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është një ditë që pjesën e madhe për ju do të ndjeni mjaft të privilegjuar nga fati, do të thënë që në plan praktik, rutine, gjërat ndodhin kollaj, do të thënë shkoni për të paguar detyrimet tuaja, nuk ka radhë. Ecni me makinë, vini me makinë në shtëpi, ndërkohë që nuk ka parkim ditë të tjera, ju gjeni vend parkimi kollaj. Çfarë të them, do të thënë gjëra të tilla të vogla, për gjëra pastaj të tipit ju femrat, të tipit pse s'po më propozon, jam me dikë, po s'po hedh hapi, nuk po merr vendimin, atëherë duhet të kuptoni që ky individ, sado që ju mban mirë, sado që kujdeset për ju, nuk është jo në gjendje, po nuk është i gatshëm t'ju ofrojë më shumë se kaq. Do të thënë, është si të thuash kënaquni me kaq, se ky person mund t'ju japi gjithë botën, ama mos i kërkoni gjëra më shumë. Kjo është një aspekt i përket juve femrave. Ju duhet çfarëdo gjë duhet hapni gojën, kërkojani ju a jep. Ama për fejesa, martesa, bashkëtesa, nuk mund ta keni këtë gjë. Ky person është i angazhuar me dikë tjetër, kështu që nuk është e mundur të ndodhi kjo gjë. Por ju meshkujt pastaj bëni kujdes, për juve vlen e kundërta, do të thënë, e kuptoj që këtë femër po e mbani mirë e bukur, nuk është e interesuar për më shumë, kaq do të thënë thjesht ndihmesën tuaj dhe mbështetjen tuaj ekonomiko-financiare, kështu që mos të gënjej mendja. Është shumë e bukur, është shumë okay, ka të gjitha, por nuk është për gjëra të mëdha. Keni parasysh. Në plan pastaj të përgjithshëm praktik, do thosha që dita e mërkurë ju vjen shumë kollaj për sa i përket prakticitetit të jetës të përditshme, rutinës së përditshme.
ju hapen rrugës, të thua, shkoni një zyrë, do të zgjidhësh një çështje, të del tjetri i njohur, që di se man mund fare, thotë, "Ua, po ç'ke të ndihmoj ju, no, e mbarove punën, e zgjidhe më njëherë." Do thënë, për këtë kam fjalën, ku flas prakticiteti dhe dita e përditshme dhe rutina. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku është dita e fundit që vajtoni për diçka që përket së kaluar. Është dita e fundit që derni lotin e fundit, është dita që e ndani mendjen për atë çka ka ikur dhe nuk do kthehet më, edhe vazhdoni projekte në vazhdim përpara. Do të thënë nuk do mbisni më kohë dhe kjo është një gjë e sigurt. Tani nëse dikush ditën e enjte largohet nga jeta juaj, pasi ka vuajtur shumë me shëndetin e vet, nuk do mërziteni. Në qoftë se po kujtoni këtë person ka ikur dhe thjesht po e kujtoni, është ajo dita që kuptoni vërtet që nuk do kthehet më, domethënë vërtet iku. E bindni vetëm për shkak të kësaj gjëje. Për të gjithë juve pastaj që keni kaluar probleme të mëdha, vështirësi të mëdha, mbyllet një kapitull shumë të rëndësishëm të jetës tuaj, besomuni ju pret diçka më e bukur, më e madhe, më e realizueshme prej këteje në vazhdim. Pastaj përket ditës së premte, dita e premte është dita, ju thash, ju pret e ardhmja, ju thret e ardhmja, vërtet nuk e dini se çfarë ju pret prej këtej në vazhdim, gjithçka që dinit nuk ekziston më, gjithçka që e mendonit si tuajën nuk është më aty, e vetmja që mbetet të bëni është thjesht të vazhdoni përpara. Pra, duket shumë qartë që shumë prej jush e kanë mbyllur një cikël jete, një 10 vjeçar me pakta, situatash, peripecish, marrëdhënies të caktuara, bashkëpunimesh, karriere, me radhë, ju pret një fillim i ri, shumë herë më premtues, shumë herë më i mirë prej këteje në vazhdim. Akoma nuk është shkruar kjo e ardhme, por sido që tjetë premisat janë për më mirë, janë për më shumë, janë shumë më mirë nga çishtet të paktën janë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që duhet të merrni vendime shumë të rëndësishme përsa i përket të ardhmes tuaj, e thamë, dita e premte e njëjta gjë është, dhe premte e shtunë jeni të fokusuar përsa i përket të ardhmes tuaj, me çfarëdo gjë vështirësish ajo ardhme mbart në vetvete, duke marrë parasysh edhe kushtet të cilat ndodheni aktualisht, por vjen me një këshill kjo dita e shtunë që ju thot se miqë do të merrni vendime të rëndësishme, por që ka ardhur moment të kujdeseni pak më tepër dhe për veten tuaj. Do me thënë, po problemet aty janë, po sigurisht do të angazhojeni me zgjidhjen e tyre, por që do të kuptoni se edhe një prej problemeve maksimale që keni është edhe fakti që nuk kujdeseni për veten tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, kujdes me çfarëdo gjë ka të bëjë me makina, çfarëdo gjë ka të bëjë me pajisje elektronike, teknologjie, sepse mund të prishin, sepse mund të pësojnë defekte. Plus kujdes me komunikimin, nuk nxitoni, nuk nxitoni me makinën tuaj, e kontrolloni fjalën, e gjëra të tilla domethënë. Kështu që po që nejse janë tiparet e Merkurit kur është retrograd, domethënë dalin probleme të tilla, por që nuk zgjasin shumë. Kështu që kështu mbyllet java edhe për ju.